إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, Allahun Zotin e vetëm të vërtetë e falenderojmë, vetëm prej Tij mëshirë, falje, mirësi dhe begati kërkojmë. Allahut i lutemi që të na ruaj prej skeqjes, e cila është pasojë e veteve, e veprave, e sjelljeve tona, cilin do që i madhi Zot Allahu e udhëzon në rrugë të drejtë, nuk ka kusht ta humb dhe devijoj, dhe cili do që zgjedh për veten e tij humbjen dhe devijimin, nuk ka kusht ta nxjerrë në dritë e ta udhëzoj përveç Zotit Xhella Xhelalu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot të vërtet, Zot që e meriton të jetë Zot e të adhurohet si Zot përveç Allahut. Ai është një i vetëm, pa ortak, pa rival, pa fëmijë, i pa imagjinueshëm nga mendjet njerëzore, si ngjan me të asgjë dhe ai si ngjan asgjë nga krijesat e tij. Ai nuk ka shembull dhe krahasim. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte njeri, rob i Zotit dhe i dërguar i Tij. Mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe besimtare që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Vëllezër dhe motra, sfida jonë e vërtet është tani mbas Ramazanit, se në Ramazan kanë qenë të gjitha arsyet dhe shkaqet që të ishim të motivuar për të qenë të ruajtur dhe të kujdesshëm. Ndërkohë që mbas Ramazanit situatat ndryshojnë, për këtë arsye dhe norma e kujdesit duhet të jetë më e madhe. Sepse kjo periudha mbas Ramazanit tregon të vërtetën e Ramazanit ton. Prandaj keni parasysh kohën, keni parasysh ditët, e mos harroni të gjërat që janë interesante në shoqërimin e muajit Ramazan, siç është 6-ditëshi i cili shoqëron muajin e Ramazanit. Ndërkohë që tema jonë për sot do të jetë sërish një rikthim në hutbet tona të hershme, pra në ligjëratat e hershme, të cilat kanë bënë me surat e Kuranit. Dhe sot ne rikthehemi sërish tek suratu An-Nisa. Do të ndalemi në një ajet, vetëm në një ajet vetëm, i cili ka brenda vetes tij 10 urdhëresa. Le të shohim këto 10 urdhëresa të ajetit 36 në surën An-Nisa. Fjala 10 urdhëresa nuk është e re, faktikisht është e dëgjuar shpesh dhe e thënë shpesh, dhe faktikisht që ka ngjashmëri me 10 urdhëresat e thëna ndoshta edhe në librat e mëhershëm. Mirë, po ne do të ndalemi tek ky ajet i cili ka 10 urdhëresat e mëposhtme, duke u lutur Zotit Xhella Xhelalu që të jemi korrekt me këto porosi dhe këshilla që na ka dhënë i madhi Zot në ajetin 36 të surës Al-Baqara. Urdhëresa e parë: wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Allahun, Zotin, adhurojeni të vetëm dhe mos i shoqëroni atij askënd dhe asgjë. Po a nuk mjafton që njeriu të jetë adhuruesi i Allahut për të realizuar raportin mes tij dhe Zotit? Jo. Nuk mjafton vetëm adhurimi i Allahut derisa njeriu të heqë dorë dhe të distancohet nga idhujtaria. Për këtë arsye dhe deklarata e hyrjes në Islam çfarë thotë? La ilaha illallah.
Nuk ka Zot të vërtet përveç Allahut. Nuk ka përveç Allahut. Pra nuk mjafton që njeriu të jetë adhuruesi i Allahut që t'ja hedhi e të shpëtoj. Nuk mjafton. Derisa të mohoj dhe të distancohet nga çdo gjë tjetër që adhurohet përveç Allahut xhella xhelalu. E nëse njeriu e realizon këtë, e ka fitu davan. Minimumi që fiton ky njeri, mos themi maksimumi, minimumi është se ky njeri nuk do të jetë përjetësisht në zjarrin e xhenemit. Mund dënohet për mëkat dhe gjunahet, po përjetësisht jo, sepse Zoti ja ka bërë haram të ndaluar zjarri i xhenemit që të mbaj brenda vetes vet përjetësisht njerëz që kanë adhuruar Allahun të vetëm dhe nuk i kanë shoqëruar atij askënd. Po maksimumi që mund të bëjë Zoti me këta njerëz, maksimumi është i fusi në xhenet pa llogari. Po si ka mundësi? Po, ka mundësi. Allahu xhelle xhelalu ditën e Kiametit do të fali dhe do të mëshirojë njerëz jashtë mase. Dhe nuk përjashtohet që kjo kategori gjunaqtarësh dhe mëkatarësh, të cilët kanë ndruar jetë, por ama shok Zotit nuk i kanë bërë, t'i kapin mëshira e Zotit dhe t'i fusin në xhenet. A jep llogari Zotit dikujt për diçka? Jo, ai bën çfarë të dojë. Mirë, po e ka cilësuar se i dhujtari nuk e fal kurrë. Inna Allah la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika limen yasha. Allahu nuk e fal shirkun, e dhujtarin, e çdo gjë tjetër. Zoti mund ta fali apo mund të fali këtë dojë. Për këtë arsye në hadithin e njohur, hadithin e Muadh ibn Xhebelit radhiyallahu anhu, e pyeti pejgamberin alayhis salam dhe i tha o Muadh, a e din ti se ç'është drejta e Zotit ndaj njeriu dhe e drejta e njeriu ndaj Zotit? Tha, ti e di o pejgamberi i Zotit, Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e drejta e Zotit ndaj njeriu është ta adhuroj e mos t'i shoqëroj atij askënd asgjë. Ndërsa e drejta e njeriu ndaj Zotit, nëse ai e adhuron atë dhe nuk i shoqëron atij askënd asgjë, mos ta fusi në zjarrin e xhenemit. O pejgamberi i Zotit, a t'ju tregoj njerëzve? Jo, mos ju tregoj se kuptojnë. Mbështeten te kjo gjë dhe nuk e kuptojnë. Pra kuptimi i hadithit është se garancia është e marrme. Wa bil walidaini ihsana. Respekt dhe sjellje e mirë me prindrit. Subhanallah. Disa herë në Kur'an dhe në sa hadithe, fjalë profetit alayhis salatu wassalam, vjen kjo renditje vëllezër dhe motra. Allahu prindrit. Aq rëndësi i është kushtuar kësaj teme në Islam, saqë thuhet në hadith, kënaqësia e Zotit është e fshehur te kënaqësia e prindit. Prindi është dera e mesit e dyerve të xhenetit. Si më thënë, më e madhja dhe më rëndësishmja derë e xhenetit është dera e prindërve, dera e prindit. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin e njohur tha, mos boft hajër ai njeri që i zën prindërit gjallë ose njërin prej tyre e nuk e fiton xhenetin. Mos boft hajër, do të thonë, o ka mundësi dhe shanse ky person ose ka njëri tjetër, e nëse ndodh ku do të bëj hajër ky njeri, qofse nuk e fiton xhenetin me prindrit e tij dhe me kënaqësinë dhe me respektin ndaj prindërve. Wa bi dhil urdhëresa e tretë, wa bi dhil qurba. Mbajini raportet e mira me akraballikun, me gjakun, me farefisin. Urdhëresë kuranore, ne vazhdimisht në çdo xhuma, nëse e keni vënë re, lexojmë ajetin e parë të surës An-Nisa. Taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, gjithmonë. Dhe është prej traditës profetike që të lexohet në çdo xhuma. Pse? Vazhdimisht kanë nevojë njerëzit të kujtojnë
gjakun dhe farefisin. Jo vetëm për raste kur ka diçka, por gjithmonë. Dhe se njeriu i vërtet në natyrën e tij duket në gjakun dhe në farefisin e tij. Pejgamberi alayhis salam tregon kur Zoti i Madh krijoi gjithçka, gjaku dhe farefisnia u çua para Zotit dhe tha: "O Allah, o Zoti im, po unë, kush do t'jetë për mua?" Zoti ju përgjigj dhe i tha: "Unë do t'jem avokati dhe mbrojtësi yt. A je e lumtur që unë t'i mbaj lidhjet me atë që i mban lidhjet me ty, dhe unë t'i shkëpus lidhjet prej atij apo asaj, më kuptohet, që i shkëput lidhjet prej teje?" Farefisnia, gjaku, ju drejtu Zotit dhe tha: "Po, Zoti im, tani jam e qetë, tani jam e kënaqur," dhe ul. Wal yatama, urdhëresa e katërt. Kujdes me hakun e jetimit. Inna alladhina ya'kuluna amwala al-yatama inma ya'kuluna fi butunihim nara. Ata që han hakun e jetimit, marrin hakun e jetimit, mashtrojnë, manipulojnë, faktikisht kanë marrë për veten e tyre zjarr nga zjarri i xhenemit. Edhe pse mund të fitojnë në këtë botë pasuni apo të mira. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "Unë dhe ai që merr në kujdestari një jetim do të jemi në xhenet në të njëjtën shkallë, në të njëjtën grad." Dhe afroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mes dy gishtave të tij, gishtit tregues dhe gishtit mesit. E Kurani më shumti që përmendet kujdesi ndaj një shtrese të shoqërisë është kujdesi ndaj jetimëve. Wal masakin, urdhëresa e pestë. Kujdes dhe mbajini afër njerëzit nevojtar, njerëzit e varfër. Kësaj kategorie njerëzish Zoti ka obliguar që t'i japim një pjesë të zekatit ton. Ne e dim shumë mirë që zekati ndahet, mund të jepet, ose faktikisht duhet të jepet, nuk quhet i vlefshëm vetëm nëse jepet në një nga 8 kategoritë e përmendura në Kur'an. Dhe një nga këto kategori është njëshi: innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Zekati i jepet fukarejve, nevojtarve. I është kushtuar rëndësi kësaj shtresë të shoqërisë, sepse nëse të pasurit nuk do t'i marrin konsiderat dhe nuk do t'jenë pranë tyre, atëherë do të ndodhin trazira në tokë, do të ndodhin të këqija në tokë. Zemrat e tyre do të mbushen me smir, e zemrat e të pasurve do t'ju shtohet lakmia për pasuri, e pastaj ndodhin ato që kanë ndodhur në botë, siç ka ndodhur me rastin e komunizmit, që ka ardhur si një hakmarrje ndaj atyre njerëzve të cilët kishin pasuri e nuk e ndanin atë me të tjerët. Le të themi një nga arsyet që është shfrytzuar populli dhe janë shfrytzuar masat. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha në një hadith shumë interesant: ai i cili kujdeset për njeriu e varfër, për gruan e dhe, është e Allahu në pozicionin e atij që është në luftë, kel mujahidi fi sabilillah. Ndër fjalitë e para që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në Medinë kur ka ardhur, ka qenë at'imu ta'am, ushqeni njerëzit. Përfundimi do të fitoni xhenetin e Zotit me paqe dhe me qetësi.
Urdhëresa e 6. Wal jari dhil qurba. Kujdes ndaj fëqinjit që e keni gjak. Dhe vjen tjetra, wal jari l-junub, dhe fëqinjit që se keni gjak. Fëqinji, ose komshiu, është i rëndësishëm. Është përmendur në Kur'an dhe është përmendur në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Aq shumë më ka porositur Xhibrili për fëqinjin, për komshiun, sa që mendova se ndonjë ditë do të jetë në listën e trashëgimtarëve të njerëzit kur ndron jetë. Zoti përmeni 2 lloj fëqinjesh këtu. Fëqinjin që e ke gjak, sepse në përgjithësi njerëzit organizohen me gjakun e tyre, e ke edhe gjak edhe fëqinj. Po edhe fëqinjin që nuk e ke gjak, pra i largët, në të dyja rastet ti je obliguar të bësh mirë dhe minimalja mos ta dëmtosh apo ti bësh keq. Nëse s'ke mundësi të bësh mirë, nuk duhet i vije keqja fëqinjit prej teje kurrë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam në një hadith të bukur tha: cili do që e beson Zotin në të vërtetë dhe botën tjetër, sillet mirë me fëqinjin e tij. Nëse fëqinji është gjak, kemi ndaj tij 2 obligime, obligimin e gjakut dhe obligimin e fëqinjësisë. E nëse fëqinji nuk është gjak, kemi ndaj tij obligimin e fëqinjësisë. Po megjithatë, të dy janë të rëndësishëm. Aq shumë pejgamberi alayhis salam i ka kushtuar rëndësi kësaj pjese, sa që kur therte në ndonjë rast, në një del apo ndonjë dash, e shpërndante të gjithin ndërkombësisht fëqinjët e tij, saqë në një rast i tha Aishës, çfarë mbeti? Tha Aisha radhiyallahu ta'ala anha, një shpatull. Tha faktikisht ka mbetur gjithë delja përveç asaj shpatulle. Faktikisht ka mbetur pra shpërblimit e Zotit i gjithë delës përveç se asaj shpatulle. O sahibi bil gjemb, urdhëresa e 7. Ose e 8, nisë, s'ka problem. O sahibi bil gjemb, dhe kujdes dhe respekt të veçantë ndaj atij që të shoqëron, shokut, kolegut, atij që është shoqëruesi yt. Çfarë ka për qëllim këtu? 2 komente interesante. Komenti i parë, ai njeri që është me ty në një punë, në një zanat, në një udhtim etj. Kujdes me të. Komenti i dytë, bashkëshorti ose bashkëshortja, pra në të dyja rastet vlen. Shoqëruesi yt i përkohshëm, që është rasti i udhtimit, i kolegut etj. Apo shoqëruesi yt i përhershëm faktikisht, sepse ne besojmë se jeta bashkëshortore nis këtu në këtë botë dhe vazhdon në xhenetet e Allahut, do të jemi prapë bashkë, prandaj kujdes me shoqëruesin e përhershëm, e mos të ta bëj të velur pozicionin e tij përhershmëria e shoqërimit me të. Se në traditën njerëzore, kur njeriu është afër diçkaje, nuk ja din fort asaj vlerat ose i humbin vlerat. Për këtë arsye thoshin, më shumti që nuk ja din vlerat njeriu janë njerëzit më afër tij. Wabni sabil, dhe udhëtari. Udhëtari mund të ketë një hall, mund të ketë një siklet, mund të jetë një vështirësi. Hallin e udhëtarit nuk e din vetëm sa ai që ka udhëtuar, dhe mund t'i ketë ndodhur në një sprov në udhëtim. Si bëhet dhe çfarë gjendje kalon. Kësaj kategorie në Islam është kushtuar edhe zekati faktikisht. Një nga kategoritë që meritojnë zekatin thot wabni sabil. Rrugtari, udhëtari. Ai mund të jetë shumë mirë në vendin e vet, mund të ketë pozicione shumë të mira, po këtu i ka ndodhur hataja.
i ka humbur, nuk i ka mundësit, i ka ikur treni apo avioni, dikush duhet i gjendet ati, dikush duhet ta ndihmoj. E nëse nuk ka, muslimanët duhet japin nga zekati i tyre që ta nxjerrin këtë njeri nga situata. Subhanallah. Wa ma malakat aymanukum, e 10 e fundit. Dhe kujdes ndaj çdoj gjëje që është nën hyjshëm, nën pushtetin, nën udhëheqjen tuaj. Qoftë prej njerëzve, qoftë prej kafshëve, qoftë në pozicione të ndryshme të jetës. Keni kujdes. Se përgjegjësia në këtë rast është në 2 fisht. Përgjegjësia e amanetit që ti ke marrë përsipër dhe përgjegjësia e besimit që njerëzit të kanë tek ti, që ti ke këtë lloj pozicioni mbi ta. E mbyllet ky ajet, ajeti 36 i surës An-Nisa, inna Allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allahu nuk i do arrogantët, Allahu nuk i don mendjemdhejt, mburravecët, subhanallah. Allahu nuk i don. Pra largoje kibrin, largoje mendjemadhësinë, largoje euforinë, largoje injorimin e tjerëve nga zemra dhe nga shpirti. Se ndoshta dikush që ti nuk e vlerëson, apo shoqëria nuk e vlerëson, te Allahu të ketë një pozicion shumë më të madh dhe të fuqishëm se sa një botë e tërë. Ndoshta vjen një njeri tek Allahu xhalla xhelaluhu që njerëzit nuk e kanë vlerësuar, peshon tek Zoti më shumë se sa gjithë bota po të vijë në anën tjetër të peshores. Allahu e ka fshehur dashurinë për njerëzit, nuk ka shenja. Allahu e ka fshehur dashurinë për njerëzit. Prandaj mos prek askënd se mund të prekësh të dashurinë e Zotit, e po preket dashurinë e Zotit, Zoti s'ka dyshim që nuk e tradhton dhe nuk e lën mazdore të dashurinë e tij. Atë këto ishin 10 porosit e surës An-Nisa, të cilat Zoti i Madh na jep neve që të ushqejmë vazhdimisht veten me kujdesin për to, vëllezër dhe motra. E përmendëm pak edhe në fillim të hutbes. Kjo koha mbas Ramazanit është një kohë që duhet të kemi kujdes për veten tonë, për familjet tonë, për fëmijët tonë, duhet të kemi kujdes me ato ditët të cilat ecin dhe sot jemi në gjysmë të muajit Shawwal, prandaj dhe mundohuni që të vini në kalendarin tuaj të gjërave të rëndësishme edhe këto ditë, sepse ditët ecin dhe pejgamberi alayhis salam ka thënë, cili do që agjiron Ramazanin dhe e shoqëron me 6 ditë nga muaji Shawwal, Zoti do t'i japë shpërblimin sikur ka agjëruar gjithë vitin. Dhe diçka tjetër, këtu në xhamin ton, siç e dini, mbahen kurse të Kuranit dhe të gjuhës arabe. Nga profesorë cilët janë të fushës të specializuar. Dhe me shpresën e Zotit kemi dëshirë që të hapim kursin e ri të arabishtes për fillestarët fare, por edhe për ata që dinë diçka, mund të bëjnë një provim për të futur në nivelin e parë, ose në nivelin e dytë, ose në nivelin e tretë që ka arrit njëri prej grupeve. Kështu që afrohuni me Kur'anin, lidhuni fort me librin e Zotit, duke mësuar gjuhën e tij, që të dim kur lexohet diçka se çfarë po lexohet, e mos na bëj dikush filmat na thot neve se çfarë thot Kurani, ndërkohë që këto gjëra apo kjo gjë nuk ekziston në Kur'anin famëlart, kur ne e lexojmë vetë originalin ashtu siç është. Kështu që inshallah taala interesohuni tek stafi i xhamisë për gjithë fëmijët tuaj, po edhe ju të tjerë, domethënë që mund të interesoheni tek kjo pjesë, sepse është ajo me të cilën ne do dalim përpara Zotit ditën e Kiametit. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, do t'i thuhet atij që ka lexuar Kur'anin ditën e Kiametit, lexo, se vendi yt do të jetë tek ajeti i fundit që ti ke lexuar më shumë ti, pra sa më shumë të jepet njeriu mbas Kur'anit, aq më shumë Zoti do t'i japë mirësi dhe begati.